kundërshtim me vetveten, ku lyp veç shablon 45 vjet për secilin dhe ditën ku thot të shpallë vajtur për të gjitha pikat. Nga sa vite? Edhe në gjykatat Jugoslave, edhe në gjykatat më të poshtrat që të thëmë në do të përset që dhe rang të rëzot se për shkak fajtor. Sa lypet fajtor? Atër lypet dënimi unik, që është lypet kjo dënimin uniform përset që dhe 45 vjetë. Është fakt, thash edhe herë, po të dojë edhe herë, këta e kanë bo këtë qashë që në konë të hupun, qashë kanë pas material që ka me argumentu, sa këta vazhdimisht dihon ka lyp, tjetër nuk e ka dekonspiru vetën dhe tjetra shka është ma tjepër. Këta kanë lyp, me arsitu po thëmë për pos kohën e pa drejtësisë kozgjatës që kanë majtë, që ta këty mundu mi fry, me arsitu edhe zhvatin e një bugjet e Evropian, që në fakt të dhonë për drejtësi, dhe unë besoj që ai bugjet nuk do të mu kesh përdorës dhe në fundja fundit, do tjetë një turp i drejtësisë së shekullit 21, shembull, që të kom të cekë edhe për para, por do tjetë dhe dishka. Të shmitarët e mbrojtjes. E kanë shmontu ato, jo pëse na ke pas qef, po me fakte. Prandaj u habit prokurora ku tha, ata s'kanë mujtë më konë të informuar për u që kenë. Llogarit, ata s'mujtën më konë për u që kenë dhe kontrollonin botën, dërsa kjo ardë pardjehi aty. Jo, aja ka njoftë realisht ato, por kjo s'ka qenë informumi dikush ju ka kallëzuar, ka shti me folë. Desha ta pyes Haradinaj me që i përmendi çështjen e dënimit edhe dokumenteve. Çfarë efekti mendoni tani kur ka kaluar kohë vetëm pak zeka? Çfarë efekti ka prodhuar ai momenti i publikimit të dosjeve? Momenti i publikimit të dosjeve. A mendoni që ka sjellë efekt negativ apo? Për këto do që ka me pas qërime dhe shumë më thonë, dhe di që ka shumë më thonë, kom edhe unë shumë më thonë, por ajo që ka është po të regoj vetër të shka. Ne jemi denur sepse 60%, do të të tha 60 për Miloshin, 200 për këta. Unë po thom tash, 60% e dëshmitarëve, që të ata ju kanë përptu që s'do t'dinë kur, që s'do t'a dinë as familja, që s'do t'a dinë as t'mija, që pastaj dokumentet jo sot për të kryet procesi do të shkyen, s'do t'jenë as në arkivat e as e gjykatë të dëherë, kur kanë dalë dosjet, ata kanë shku, kanë lyp llogari për premtimin që ju kanë dhënë, se nëse ju zbuloj dhe rrezikohet jeta juaj, ne do të shqojmë jashtë. Ata automatikisht kanë thonë, që dulen emnat tonë, kanë lypë me që jashtë. Ata kanë thënë, jo, na ke thonë ku ta shohim, na që ju ka rreziku ju jeta. Dhe në atë nervozizëm, 60% e qëtër në dëshimtarëve, ja u kanë gjujtë telefonat e dy që i kanë pas për këtyne që këta ja u kanë mojtë për më morë vesh me ta. Do 60% për një herë ju kanë largu. Kanë largu. Ky është efekti i dosjes tona. Ky është efekti që i bie e ka lehtësuar akuzën. E ka lehtësuar akuzën, ose tjetër e ka demantu prokurin me çka e mundu ata me kriju fakte. Lasimi një lëvizje ka punë me ka shumë burë. Mos kishë dalë në konferencë me dokumente, mos kishë dalë me çato dokumente në konferencë. S'kish pas arsye më të pas më të shumë burë. Po jo bra. Dhe mos ta kisha dëmtu prokurin nuk u kish shumë. Po jo, se çfarë argumente kanë pas? Po çfarë qëllim edhe kompo. Flasim tani publikisht me një audiencë kaq të madhe sa jemi në politika, nuk rrezikojmë përsëri gjykata të ketë punë. Kur flasim për këtë unë besoj që Evropa do të lënë të vazhdojmë një turp tillë. Beso është turp për Evropën. Jo, nëse ka thashë a mund gjykata përsëri të ketë punë me ty. Që ata gjykatë, që e prokurin. Me mujt ata e zgatin pleqën që aty, me mujt e zgatin rrogat e ty në det desit. Jo, ne duhet pyeta diçka tjetër tash kur po flasim për këtë efektin që po thua. A mundet gjykata të thotë ja, Haradinaj po flet për këtë çështje do të kenë punë përsëri me to. Po kur do të marrë ka gjykata ja